Përshëndetje të dashur shikues, jeni me edicionin e lajmeve të gjuhës shqipe në televizionin Nova. Sot u mbajt edicioni i 12 i Vizair Maratonës së Shkupit. Ky edicion i maratonës u mbajt në patronazhin e qytetit të Shkupit dhe misionit të Bashkimit Evropian. Në maratonën e sotme morën pjesë rreth 7.000 pjesëmarrës nga 46 shtete. Maratona u zhvillua nëpër rrugët e qytetit të Shkupit me start nga Porta e Maqedonisë. Mbi 7.000 pjesëmarrës nga 46 shtete do të garojnë në Vizair Maratona e Shkupit e si vjetme, e cila mbahet nëpër rrugët e kryeqytetit me start nga Porta Maqedonia. Edicioni 12 i maratonës është në patronazhin e qytetit të Shkupit dhe misionit të Bashkimit Evropian. Fondi i çmimeve të maratonës është 17.100 euro. Edhe këtë vit për manifestimin qyteti i Shkupit nga buxheti i vet ndau 1.200.000 denar, ndërsa i ka vënë në dispozicion edhe të gjitha ndërmarrjet e tij publike të qytetit. Kryetari i qytetit të Shkupit, Goce Trajanovski, tha se maratona ka dimension kulturor, ekonomik dhe turistik dhe shtoi se me të provohet kryeqyteti dhe shteti. Do të vrapohen 4 gara: maratona, gjysmë maratona, maratona shtafet dhe gara në 5.000 metra. Edhe këtë vit do të ketë konkurse për zgjedhje të transparentit dhe fotografisë më të mirë. Këtë vit Vizair Maratona e Shkupit është pjesë në online platforma Kodon, e cila është dedikuar vetëm për shfrytëzuesit kinez. Në këtë platformë vullnetarisht paraqiten persona të cilat do të vrapojnë në lokacione të ndryshme në Kinë, në të njëjtën kohë kur mbahet edhe maratona në Shkup. Deri tani janë paraqitur mbi 8.000 garues në Kinë. Maratona e Shkupit tradicionalisht organizohet me rastin e Ditës së Europës. Pas konsultimeve të bëra me familjarët e lagjës Trimave dhe me familjarët e të burgosurve, Këshilli i Familjarëve solli vendim që për hir të ngjarjeve famëkeqe nga viti i kaluar, në shenjë përkujtimi të organizojnë marshin përkujtimor. Marshi do të simbolizojë përkujtimin për ngjarjen tragjike që ndodhi në vitin e kaluar. Për të dëshmuar se ky organizim nuk është bërë për të penguar protestën e paralajmëruar më 9 maj, Këshilli ka vendosur që marshi të fillojë nga ora 14 te lagja e Trimave, ku do të jetë i qetë, ku do të parakalohet në një pjesë të qytetit dhe përsëri do të kthehen në vendin ku ndodhen ngjarjet e vitit të kaluar. Familjarët nga lagja e Trimave në Kumanov me një komunikat të drejtuar mediave apelojnë se nesër do të dalin në marsh përkujtimor për të kujtuar fëmijët e tyre të vrarë dhe të burgosur. Pas konsultimeve të bëra me familjarët e lagjës së Trimave dhe me familjarët e të burgosurve, Këshilli i Familjarëve solli vendim që për hir të ngjarjeve famëkeqe nga viti i kaluar, në shenjë përkujtimi të organizojnë në marshin përkujtimor. Ideja për të shënuar këtë ditë me një organizim të tillë është e sinqertë dhe e dalur nga vetë familjarët e përfshirë në ngjarjet e 9 maj dhe pa ndonjë prapavi politike. Ky vendim është sjellur njëkohësisht me qëllimin që edhe të tjerët mos të keqpërdorin ngjarjet e 9 maj dhe për përfitime politike ditore. Marshi do të simbolizojë përkujtimin për ngjarjet tragjike që ndodhi vitin e kaluar. Në agjendën e Këshillit të Familjarëve të lagjës së Trimave lidhur me këtë datë, ishte paraparë që përpos së marshit të mbahej një akademi përkujtimore, ku do të bëhej edhe ndarja mirënjohjeve për të gjithë ata që i ndihmuan banorët e lagjës me artikuj ushqimor, veshmbathje të mira materiale, përkrahje morale si dhe me vizitat e tyre që ishin aq të bujshme dhe domethënëse, për të zbutur sadopak dhimbjen dhe traumat e shkaktuara nga aksioni policor. Për të dëshmuar se ky organizim nuk është bërë për të penguar protestën e paralajmëruar më 9 maj, Këshilli ka vendosur që marshi të fillojë nga ora 14 te lagja e Trimave dhe të jetë i qetë, ku do të parakalohet në një pjesë të qytetit dhe përsëri do të kthehen në vendin ku ndodhen ngjarjet e vitit të kaluar. Prandaj ftojmë gjithë shqiptarët e interesuar për të përkujtuar këtë ngjarje dhe për të nderuar familjarët dhe lagjën e Trimave, ta përkrahin dhe të jenë pjesë e këtij marshi. I bëjmë apele Bashkësisë Ndërkombëtare, SBA dhe BE, terrorizmi nuk ka fe e as kombësi. Kërkojmë hetim ndërkombëtar për lagjen e Trimave dhe zbardhjen e këtij rasti deri në fund. Ndal terrorit shtetëror ndaj shqiptarëve dhe rasteve të montuara në vazhdimsi te shqiptarët. Këto thirrje do të jenë edhe moto e marshit ton dhe të vetme që do të paraqiten atë ditë në pankartat e përgatitura. Me respekt, Këshilli i Familjarëve, lagja e Trimave Kumanov përfundon letra drejtuar për marshin përkujtimor.
Në margjinat e forumit në Budvë, gjatë ditës së djeshme, në të cilën mori pjesë Ministri i Mbrojtjes Zoran Njolevski, u diskutua për çështjen e Maqedonisë rreth proceseve të saj euroatlantike, ku më të zëshëm ishin presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar Kitarović dhe ai i Slovenisë Borut Pahor, duke theksuar se vendet e rajonit të Ballkanit i takojnë Europës dhe proceset nuk duhet të emërojnë si zgjerim për konsolidim të Europës. Republika e Maqedonisë duhet sa më shpejt të integrohet në strukturat euroatlantike, theksuan presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar Kitarović dhe ai i Slovenisë Borut Pahor. Në panelin presidencial në ditën e dytë të forumit to be secure që mbahet në Budv, në Maltëzi, kumtoi Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë. Në forumin në të cilën merr pjesë Ministri i Mbrojtjes Zoran Njolevski, presidenti i parë kërkoi që politika e Evropës ndaj Ballkanit Perëndimor të jetë strategjike e jo teknike. Me këtë rast, thuhet në kumtesë u theksua se vendet e rajonit i takojnë Evropës dhe prandaj nuk duhet procesin e integrimit të tij ta nënmerojnë si zgjerim, por si konsolidim të Evropës. Prandaj, theksojnë të dy presidentët do të marrin iniciativa konkrete në kuadër të procesit, bërdo Brioni. Porosia nga të gjithë presidentët është se në mënyrë jo vetjake të mbështesin Maqedoninë në rrugën e saj drejt NATO-s, dhe njëherët apelojnë deri te vendet tjera anëtare të aleancës të ndihmojnë për integrim më të shpejtë të Republikës së Maqedonisë në NATO, theksoi në kumtesë Ministria e Mbrojtjes. Ministri Olevski, në margjinat e forumit në Budv gjatë ditës, realizoi takime me presidentin e Slovenisë Borut Pahor, me generalin John Allen nga Brookings Instituti në Washington, i cili kohë më parë ishte këshilltar i presidentit Barack Obama për luftën kundër terrorizmit, si dhe me profesorin Daniel Server nga Universiteti John Hopkins. Në këtë takime u kambyen mendime për rreziqet globale të sigurisë dhe ndikimin e tyre ndaj rajonit të Republikës së Maqedonisë dhe për nevojën nga integrimi më i shpejtë euroatlantik të Republikës së Maqedonisë, informon ministri. E djatha Demokrisiane e Europës, Partia Popullore, Partia si motore VMRO-DPMNE-s, më në fund pranoi se pengesa më serioze e rrugës Maqedonisë drejt BE-s nuk është kontest me emrin me Greqinë, por situate e brendshme politike. Ata gjithashtu demantuan eurodeputeten Mariana Petir, përderisa Petir kritikoi opozitën maqedonase. Derisa deputetja europiane Mariana Petir në Shkupe kritikoi opozitën maqedonase, në Bruksel familja e saj politike e djatha Demokrisiane e Europës, Partia Popullore, Partia si motore VMRO-DPMNE-s, më në fund pranoi se pengesa më serioze e rrugës së Maqedonisë drejt BE-s nuk është kontesti me emrin me Greqinë, por situate brendshme politike. Në skicën që e bëri mbështetësi më i madh i VMRO-DPMNE-s në Europë, konstaton se Maqedonia dikur ishte e para në mesin e vendeve kandidate. Tani po ngesë në shumë fusha në krye me VMRO-DPMNE gjendet në rrugë qore. Demokrisianët janë pajtuar me raportet e Komisionit Evropian ku theksohet se institucionet janë të partizuara, se ka shumë raste në gjykatë dhe në media se vendi nuk ka progres në luftën kundër korrupsionit. Në Parlamentin Evropian, pozita dhe opozita pajtohen se Maqedonia duhet të shpërblehet për ndihmën në krizën e migrantëve. Megjithatë, bllokimi i marrëveshjes së Ohrit nuk po i bën mbështetësit e VMRO-DPMNE-s ta mbajnë premtimin. Prej lajmeve nga rajoni mësojmë se kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në konventën e 7 Partisë Demokratike të Kosovës, është zgjedhur kryetari i saj duke marrë pëlqimin e 740 delegatëve dhe duke mos pasur kundër kandidat. Ndërsa mësohet gjithashtu se Kosova, edhe një prej shteteve që ka harxhuar më së shumti para gjatë viteve se nuk kishte liberalizimin e vizave, ku vetëm 6 vitet e fundit qytetarët e Kosovës kanë harxhuar rreth 30 milion euro. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli është zgjedhur kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Në votimin e hapur, të gjithë 740 delegatët e kanë votuar atë. Sekretari i PDK-s, Basrim Usmurati, kërkoi që votimi të jetë i hapur. Në fjalimin e tij në konventën e 7 zgjedhore të PDK-s, Veseli ka kërkuar që t'i jepet mundësia edhe ndonjërit nga anëtarët e partisë që të kandidojë për kryetar. Veseli, pas marrjes së besimit për drejtimin e partisë nga delegatët në konventën e 7 të partisë, ka thënë se PDK-n e presin shumë sfida si parti më e madhe në vend, në drejtim të ofrimit të një jete më të mirë për qytetarët e vendit.
Jeta më ka mësuar se asgjë më të shet nuk ka sa besimi i njeriut dhe faleminderit për këtë besim. Do të jem mirënjohës gjithmonë, tha Veseli. Ai që në hyrje të fjalës së tij falënderim special pati për ish-kryetarin e PDK-s Hashim Thaçi, falënderimi i parë shkon për njeriu që u thotë që ndërtoi dhe krijoi PDK-n, presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçin, tha kryetari i ri i PDK-s. Veseli mes tjerash ka theksuar se orientimi i partisë do të vazhdojë të mbetet i njëjtë. Do të jem shumë i drejtë për drejtë dhe shumë i përgjegjshëm. Bashkë me ju na presin shumë sfida. Do të fillojmë me njerë të punojmë aty ku i kemi punët mirë, do të punojmë edhe më mirë. Aty ku i kemi ngecje do të përmirësohemi, që të bëjmë edhe më shumë për qytetarin e Kosovës. Rreth 30 milion euro ka kushtuar qytetarëve të Kosovës izolimin nga Bashkimi Evropian vetëm gjatë 6 viteve të fundit. Këto para llogaritet i kanë shpenzuar qytetarët e Kosovës vetëm gjatë aplikimit për të pajisur me vizën Schengen që nga viti 2009 deri më tani. E nëse këtu llogariten edhe shpenzime tjera përcjellse deri te marrja e vizave, kosovarët kanë shpenzuar edhe disa miliona të tjerë për përgatitjen e dokumentave. Instituti GEP dhe Instituti për Studime Juridike dhe Politike, përmes një ulëmtimi ka konstatuar se Kosova është vendi më i varfër dhe me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Por përkundër kësaj, kosovarët shpenzojnë më së shumti në Evropë për të aplikuar për viza. Për Europën do të jetë katastrofë politike. Kryetari i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, deklaroi rreth çështjes së mbylljes së kufirit mes Austrisë dhe Italisë, duke theksuar se Brenner, qafë malore e kufirit Austri-Itali, është korridor i rëndësishëm transportues evropian dhe kyç për lidhje veri-jug për Europën. Ndërsa në Korenë e Veriut është përuruar një spital modern, i cili thuhet trajtohet shumë sëmundje të rënda, gjithashtu duke përfshirë edhe trajtimin e kancerit. Për Europën do të jetë katastrofë politike përderisa Austria vendos kontroll kufitar në kufirin verior me Italinë, deklaroi sot kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Vjena zyrtare kërcënon sërish të vendos kontroll në dokumentet në vendkalimin kufitar Brenner midis Austrisë dhe Italisë në kuadër të masave për kontroll të migrimit, përderisa Italia nuk bën më shumë që të zvogëlohet numri i migrantëve të ardhur të cilët drejtohet për në Austri. Në një intervistë për grupin medial Gjerman Funker, Juncker theksoi se Brenner, qafë malore e kufirit Austri-Itali, është korridor i rëndësishëm transportues evropian dhe kyç për lidhjen veri-jug për Europën. Prandaj secila masme të cilën bllokohet Brenner do të ketë jo vetëm pasoja të rënda ekonomike, por çkashme e rëndësishme edhe pasoja të rënda politike, tha kryetari i Komisionit Evropian Italia, në të cilën nga 1 janari veç më kanë arritur më shumë se 28.500 migrant, sërish u bë një nga pikat kryesore për hyrje të migrantëve. Pasi u arrit marrëveshje kontroverse midis BE-s dhe Turqisë dhe me këtë u mbyll marshuta më frekuente ballkanike migrantëve. Përmes vendkalimit kufitar Brenner, mesatarisht në ditë kalojnë 2500 kamion dhe 15.000 automobila, ndërsa në këtë vendkalim kyç për eksportin italian në Europën veriore dhe pa kontrollet kufitar dhe ashtu ka ngecje të shpeshta. Korea e Veriut më 7 maj ka organizuar një turne të pazakont pasi ka prezantuar një spital modern që nxjerr në pa dashurinë e udhëheqësve të saj për popullin. Ky maternitet ndodhet në Pyongyang, ndërsa ditën e sotme është vizituar nga presidenti themelues Kim Il-jong dhe djali i tij pastrues Kim Jong-un. Lideri i Koreasë së Veriut i ka kërkuar stafit mjekësor që të përmirësohet mënyra për lehtësimin e dhimbjeve të lindjes. Prania shumë të medjeve i dha jehon në lajmi që në këtë spital ofrohen të gjitha llojet e shërbimeve shëndetësore, duke përfshirë edhe trajtimin e kancerit. Leicester City dje fitoi me rezultat 3-1 dhe festoi titullin e parë kampion në Ligën Premier të Anglisë para tifozëve të saj. Gjithashtu dhe të reja të tjera rreth NBA-s do të mësojmë në kronikën në vazhdim. Leicester City vazhdon festën me fitore. Leicester City ka fituar ndaj Evertonit me rezultat 3-1.
Dhelprat kanë vazhduar me fitore dhe kjo ishte e merituar pasi thyen mysafirët në çdo aspekt gjatë gjithë ndeshjes. Goli I parë erdhi nga James Vardy në minutën e 5, ndërsa Andy King shënoi golin e qetësisë së pjesës së parë në minutën e 33 dhe me rezultatin 2-0 shkuan në pushim. Vardy shënoi edhe një herë, për këtë herë nga pika e bardhë në minutën e 65, ndërsa golin e nderit për mysafirët të shënoi Kevin Mirallas. Vlen të theksohet se Vardy dështoi nga pika e bardhë në minutën e 72. Leicester ka siguruar titullin në javën e kaluar dhe kjo ishte vetëm një ndeshje për statistika. Cleveland Cavaliers të udhëhequr nga mbreti LeBron James kanë arritur fitoren e tretë të tyre në serinë gjysmëfinale të play-offit ndaj Atalantas. Tash në shtëpinë e tyre të fundit me rezultat 121-108. Pjesa e parë nuk ishte më e mira për Cleveland, që ishte në dizavantazh ndaj Atlantas në fund të këtij fraksioni. Në pjesën e dytë, filluan sërish mirë vendasit, ku e përsia shkoi deri në 9 pikë në fund të çerekut të tretë. Por në çerekun e katërt u ndezën motorët e Cavs, ku shkëlqyen LeBron James, Channing Frye dhe I gjithë ekipit të cilët siguruan edhe fitore me përsi prej 13 pikësh. Më I miri te Cavs ishte Channing Frye me 27 pikë, 7 treshe të realizuara dhe 9 tentime, teksa ajo ndjek pas nga Kyrie Irving me 24 pikë, LeBron James me 24 dhe Kevin Love me 21 pikë. Cavaliers kështu ka një përsi prej 3-0 me fitoren dhe Atlanta Hawks në serin finale të play-offit në konferencën lindore dhe vetëm një fitore tjetër siguron finalen për ekipin e LeBron James. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.